20 maj. Si ta uresh jetën tënde? Në të vërtet po ju them, nëse kokra e grurit e rënë dhe nuk vdes, ajo mbetet e vetme. Por, po të vdes, jep shumë fryt. Kush e do jetën e vet, do ta humbas, dhe kush e urren jetën e vet në këtë botë, do ta ruaj për jetën e përjetshme. Gjoni 12:24-25. Kush e urren jetën e vet në këtë botë, do ta ruaj për jetën e përjetshme. Çfarë do të thotë kjo? Më e pakta, kjo do të thotë që ti nuk i jep rëndësi të veçantë jetës tënde në këtë botë. Me fjalë të tjera, thjesht nuk ka dhe aq rëndësi se ç'i ndodh jetës tënde në këtë botë. Nëse njerëzit flasin mirë për ty, nuk ka shumë rëndësi. Nëse ata të urrejnë, nuk ka shumë rëndësi. Nëse ke shumë gjëra, nuk ka shumë rëndësi. Nëse ke pak gjëra, nuk ka shumë rëndësi. Nëse të përndjekin apo gënjejnë kundër teje, nuk ka shumë rëndësi. Nëse je i famshëm apo nëse nuk të njohin, nuk ka shumë rëndësi. Nëse ke vdekur me Krishtin, këto gjëra thjesht nuk kanë aq shumë rëndësi. Megjithatë, fjalët e Jezusit janë edhe më radikale se kaq. Jezusi po na bën thirrje jo vetëm që të durojmë për jetimet të cilat nuk i zgjedhim vetë, por që të zgjedhim ta ndjekim atë. Në qoftë se dikush më shërben, le të më ndjek. Gjoni 12:26. Ku? Ai po shkon në Getsemane dhe drejt kryqit. Jezusi nuk po thot thjesht, nëse gjërat shkojnë keq, mos u zhgënje, sepse gjithsesi ti ke vdekur bashkë me mua. Ai po thot, zgjidh të vdesësh bashkë me mua. Zgjidh që ta urresh jetën tënde në këtë botë, ashtu sikurse unë zgjodha kryqin. Këtë donte të thoshte Jezusi kur tha, në qoftë se dikush do të vijë pas meje, të mohoj vetveten dhe të marrë kryqin e vet dhe të më ndjek. Mateu 16:24. Ai na bën thirrje të zgjedhim kryqin. Vetëm një gjë bënin njerëzit në kryq. Ata vdisnin atje. Të marrësh kryqin do të thotë, ashtu si kokra e grurit bie në tokë dhe vdes. Këtë zgjidh. Pyetja është, pse? Për hir të përkushtimit radikal ndaj shërbesës. Por unë nuk dua t'ja di fare dhe as jetën time nuk e çmoj aq, sa të kryej me gëzim vrapimin tim dhe shërbesën që mora nga Zoti Jezus, të dëshmoj plotësisht ungjillin e hirit të Perëndisë. Veprat 20:24. Mendoj se e dëgjoj palin që thot, nuk ka rëndësi se çfarë ndodh me mua, nëse thjesht mund të jetoj për lavdinë e hirit të Perëndisë.